Mi mbrëma dhe mirë se vini në Ristori, urojmë emisarit në program deputetit veteran, socialist, Eron Braçe. Mi mbrëma, Braçe. Mbrëma. Ne si që gjede kohët bje pas një tjetër interpelance përballë një ministri socialist, po tashmë kjo nuk përbën më lajm. Po për këtë do të pyes më njëherë më pas. Por fillimisht do doja me që jeni një nga njerëzit më të rëndësishëm politik të socialistëve, një koment për zhvillimin e sotëm, që është një zhvillim i rëndësishëm, do thoja, ne nuk mund ta anashkalojmë. Për te intervistës që ne kishim përcaktuar, fakti që duket që raporti i Barit është miratuar, nëse ka një votim politik të 27 formal të 27 vendeve anëtare, tonën Rama shkon në Bruksel në konferencën e radhës, pra duket që procesi i integrimit temi po ecën përpara. Komenti është dysh. Pra edhe temi më flasësh pak për gotën gjysmë plot, po sigurisht edhe për atë gjysmë bosh, edhe për detyrat që shtron ky raport. Është shumë e rëndësishme që ky proces vijoj të shkojë përpara. Sekull, që nga 1912 ky është projekti politik më i rëndësishëm që ka Shqipëria. Nuk po them Partia Socialiste se për ne, po patjetër që është projekti më i rëndësishëm politik në kaq vite. Por është për Shqipërinë projekti politik më i rëndësishëm. Kështu që opozita e tij më e mirë. Por kjo mund të ndryshojë. Shumë shpejt socialistët do duhet të ndajnë mendjen se kë do kandidojnë në Tiranë. Por nëse zgjedhin Eron Braçën, e sigurt është që do fitojnë, por po ashtu e sigurt është që nuk do të zgjedhin njerion tjetër. Me Braçën jam sonë në program. Sikla. Mi mbrëma dhe mirë se vini në Ristori, urojmë emisarit në program deputetit veteran, socialist, Eron Braçe. Mi mbrëma, Braçe. Mbrëma. Ne si që gjede kohët bje pas një tjetër interpelance përballë një ministri socialist, po tashmë kjo nuk përbën më lajm. Po për këtë do të pyes më njëherë më pas. Por fillimisht do doja me që jeni një nga njerëzit më të rëndësishëm politik të socialistëve, një koment për zhvillimin e sotëm, që është një zhvillim i rëndësishëm, do thoja, ne nuk mund ta anashkalojmë. Për te intervistës që ne kishim përcaktuar, fakti që duket që raporti i Barit është miratuar, nëse ka një votim politik të 27 formal të 27 vendeve anëtare, tonën Rama shkon në Bruksel në konferencën e radhës, pra duket që procesi i integrimit temi po ecën përpara. Komenti është dysh. Pra edhe temi më flasësh pak për gotën gjysmë plot, po sigurisht edhe për atë gjysmë bosh, edhe për detyrat që shtron ky raport. Është shumë e rëndësishme që ky proces vijoj të shkojë përpara. Sekull, që nga 1912 ky është projekti politik më i rëndësishëm që ka Shqipëria. Nuk po them Partia Socialiste se për ne, po patjetër që është projekti më i rëndësishëm politik në kaq vite. Por është për Shqipërinë projekti politik më i rëndësishëm. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë të hedhim hapa përpara në gjithë fazat procedurale që lidhen drejt për drejt me atë që është gjëja fundore, mbyllja e kapitujve edhe çorja në fund e negociatave me Bashkimin Evropian. Unë mendoj që qeveria ka bërë shumë mirë që ka investuar burime njerëzore e mbi gjitha përkushtim edhe vullnet për të çuar përpara këtë proces. Dhe natyrisht në krahun tjetër, pa diskutim kur përqendrohesh në një projekt politik kaq të madh siç është ky, mund të lësh edhe gjëra të tjera, domethënë pa bërë që lidhen drejt me qeverisjen kombëtare, me qeverisjen e brendshme, e që janë në sy edhe të opinionit publik kohë pas kohe. Në krahun tjetër, raporti me aq sa që unë lexova, apo vendimi i sotëm, lë detyra shumë të rëndësishme, shumë serioze, për qeverinë, për kuvendin, për gjithë, edhe për shoqërinë shqiptare. Veçanërisht në ato aspekte për të cilat ka një ndjeshmëri shumë të lartë në Bruksel. Kështu që do duhet akoma dhe më shumë përkushtim, akoma dhe më shumë angazhim, akoma dhe më shumë vullnet për të realizuar çdo gjë që vjen si detyrim i këtij vendimit sotëm të Koelës. Mendoj që kemi gjithë mundësinë që ato detyra të realizojmë. Le të ndryshojmë edhe qasjen. Tani nuk duhen, thuaj në raport sot që nuk duhen miratuar ligje, por arritje të qëndësishme dhe të qëndrueshme të reformave që ndërmerren në kuadër të zbatimit të gjitha rekomandimeve që vijnë nga negociatat me Bashkimin Evropian.
Ky raport është i rëndësishëm pasi bëhet fjalë për një kapitull delikat që është ai i drejtësisë. Pra të marrësh, okay, për kapitullin e drejtësisë, si themi, ka dhe atë barën tjetër sipër. Fakti që, me thënë vërtetën sot, në perceptimin publik, në shumicën e perceptimit publik, jo në gjithë, po në shumicën e perceptimit publik, reforma në drejtësi nuk ka më atë vlerësimin maksimalist që kishte në 3-4 vitet, 5 vitet e para të saj, ku janë parë disa plasaritje, disa çara, cilat pastaj kur zmadhohen, zbulojnë praktikisht fenomene që ne kemi parë edhe tek drejtësia e vjetër. Që unë jam i prirur që edhe këto probleme të adresohen edhe të zgjidhen.